personalisht mendoj që asnjëherë më parë nuk e kam parë lëvizjen e kryeministit më realiste dhe më të ndjeshme sa në këtë rast. Mendoj që është pasojë e një reflektimi serioz të kryeministit ndaj gjithë trysnisë, pa ju futur në analiza të thella, qoftë trysnisë së brendshme, përfshirë spakun e të tjera, qoftë edhe asaj të jashtme, ndjeshmërisë që kanë aktorët e jashtëm, sidomos nga komuniteti evropian, të cilët janë të ndjeshëm për shkak se Shqipëria është në fazën e fundit kur ka mbyllur negociatat dhe sipas diplomatëve perëndimor është gati brenda vitit 2030 për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë vijimësi të madhe, në një situatë të tillë të fyrë ndaj gjithë problemeve, sidomos që kanë lidhje me korrupsionin në Shqipëri dhe me drejtësinë, valvula e shfryrjes është gjetur pikërisht nga Edi Rama, sepse në fakt politika shqiptare, sidomos në këto 35 vjet, ka vuajtur nga kokëfortësia dhe mungesa e reflektimit, edhe në raste kur ndoshta me pat drejt është shfryrë edhe në mënyrë artificiale. Por në rastin konkret, unë mendoj që kryeministri është treguar një demokrat, është treguar një njeri realist dhe që e ka parë gjithë situatën me syrin e një administratorit të mirë të Shqipërisë. Elisa Spiropali ka reaguar sot me një shkrim të gjatë përsa i përket largimit të saj dhe mes të tjerave thotë se pavarësisht vendimit befasishëm nga Rama, ajo i mbetet besnike familje socialiste. Nuk e di si e keni parë ju këtë reagim dhe mbi të gjitha është lëvizja e dur në një moment të rëndësishëm për integrimin evropian, pikërisht shkarkimi i ministres së jashtme Spiropali? Sigurisht e lexova fjalimin e gjatë apo shkrimin e gjatë, ishte menduar shumë gjatë nga dje gjerë sot. Unë mendoj që më bëri përshtypjen në sakt